Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 17 të surës Qamar, Allahu i madhruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Vërtet, ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill, mësim? Në këtë ajet, Allahu na thotë se ai vetë ka bërë Kur'anin të thjeshtë për t'u lexuar, kuptuar, mësuar përmendësh dhe për t'u kujtuar. Mesazhet e Kuranit nuk janë të pakapshme apo të komplikuara për natyrën njerëzore. Allahu i fton njerëzit të afrohen te Kurani, jo vetëm për ta lexuar, por për ta përjetuar dhe për ta ndjekur atë. Është një thirrje e drejtë për drejtë për reflektim dhe udhëzim. Ajeti nënkupton se Kurani nuk është i kufizuar vetëm për specialistët, por është i hapur për çdo njeri që kërkon udhëzim, qoftë i thjesht apo i ditur. Kurani është i lehtë dhe i arritshëm për çdo që dëshiron t'i afrohet me sinqeritet. Allahu e ka bërë librin e tij të kuptueshëm dhe të dobishëm. Prandaj, njeriu nuk ka justifikim për t'u larguar nga këshilla dhe udhëzimi i Kuranit të shenjtë. Në vazhdim e rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet, për sot do t'i përgjigjemi pyetjes se çfarë thot Kurani për dynjan, pra jetën e kësaj bote. Ndër çështjet që flet Kurani i shenjtë është edhe dynjaja, pra jeta e kësaj bote. Po t'i grumbullojmë ajetet e Kuranit që flasin për dynjan, do të shohim se ato përmbajnë pra mësime, këshilla dhe paralajmërime. Në ajetet që flasin pra për dynjan, Kurani na thot se, së pari, dynjaja është e shkurtër. Dhe për këtë, në ajetet 112-114 të surës Mu'minin, thuhet, ai do t'u thot jo besimtarë pra Allahu: sa vjet keni qëndruar në tokë, pra në këtë dynja? Ata do të përgjigjen, kemi qëndruar një ditë ose një pjesë dite. Pyesni ata që i ka numëruar. Ai, pra Allahu do të thotë, keni qëndruar shumë pak, sikur ta kishit ditur. Pra, ajetet të Kuranit na mësojnë se kjo dynja është e shkurtër dhe duhet shfrytzuar vetëm e vetëm për mirë dhe të largohemi nga çdo e keqe. Kurani na thot se dynjaja është mashtruese, prandaj le të kemi kujdes. Në ajetin 5 të surës Fatir, Allahu i madhruar thot: Ja ayuhan nas, inna wa'da Allahi haq. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. O njerëz, padyshim premtimi i Allahut është i vërtet.
Prandaj të mos ju mashtroj kurrësi jeta e kësaj dynjaje, kësaj bote, dhe të mos ju mashtroj djalli për Allahun. Prandaj të jemi të vëmendshëm, të jemi vigjilent ndaj dynjas, që të mos na mashtroj. Dhe këtu është një thirrje e Allahut për të gjithë njerëzit. Dhe nuk i drejtohet vetëm muslimanëve, nuk i drejtohet vetëm besimtarëve, por të gjithë njerëzit. Besimtarë jo besimtarë. Se kjo dynja pra është mashtruese. Ndërsa në ajetin 51 të surës Araf thuhet, ata që e morën fenë e tyre si lojë e zbavitje dhe i mashtroi jeta e kësaj bote. Pra ka shumë njerëz që bien pre e mashtrimeve të kësaj bote, duke ndjekur, duke e pasuar ata. Prandaj duhet që të jemi të kujdesshëm. Allahu na ka krijuar që kjo dynja të jetë pra fush mbjellje për jetën e përtejme, për ahiret. Kurani thot se dynjaja është lojë dhe zbavitje. Në ajetet e Kuranit, dynjaja na paraqitet si lojë, zbavitje, dëfrim dhe garë për pasuri, fëmijë, pushtet të mburrje. Në surën Hadid, ajeti i 20, Allahu i madhruar thot, dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, zbavitje, stoli dhe krenari ndërmjet jush. Pra ky ajet na e bën të qartë se kënaqësitë e kësaj bote pra e kalimtare dhe të pavlera në raport me jetën e përtejme. Prandaj le të jemi të kujdesshëm. Ndërsa në ajetin 64 të surës Ankebut, Allahu i madhuar thot, wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib. Kjo jetë e kësaj dynjaje është vetëm lojë e zbavitje. Kurani në ajetet e tij na thot se dynjaja është sprovë për besimtarin. Kurani na mëson se kjo jetë, kjo dynja nuk është qëllimi përfundimtar. Ajo është një mundësi për të përgatitur për botën tjetër, për ahiretin. Begatit, pasuria, koha, shëndeti, e të tjera mirësi, gjithçka janë provim, janë sprovë për ne. Në ajetin 2 të surës Mulk, Allahu i madhuar thot, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ai e krijoi jetën, pra dynjan, dhe vdekjen që t'ju sprovoj se kush prej jush është më i miri në vepra. Kurani na thot që të mos e bëjmë dynjan qëllimi kryesor dhe të mos jetë pra prioritet përballë ahiretit. Kurani i shenjtë na paralajmëron duke thënë se kush e kthen dynjan në synimin kryesor të tij dhe dëshiron mirësi e shpërblim vetëm në këtë dynja, ai do të humbas shpërblimin e përjetshëm. Pra nuk do të ketë asgjë në jetën tjetër. Për këtë, në ajetin 20 të surës Shura, Allahu i madhruar thot, men kana yuridu hartha ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ndërsa ati që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim pjesë prej saj, por ai nuk do të ketë pjesë në jetën tjetër. Kurani na thot se dynjaja është vendi i kënaqësive kalimtare. Në ajetin 26 të surës Ra'd, Allahu i madhruar thot,
por jeta e kësaj bote në krahasim me botën tjetër është vetëm kënaqësi kalimtare. Prandaj të mos joshemi me këto kënaqësi kalimtare, sepse të gjithë do ta lëmë këtë dynjë. Askush nuk e ka marrë me vete. Sado që u kënaqën, çdo gjë e lanë dhe u larguan nga kjo dynjë. Ajo që duhet të bëjmë është që të furnizohemi me vepra të mira për botën tjetër. Ato na bëjnë dobi atje inshallah. Kurani e krahason dynjan me shiun. Në ajetin 27 të surës Yunus, Allahu i madhur thot me të vërtetë, jeta e kësaj bote i shëmbëllën shiut që ne e lëshojmë nga qielli e me të përzihet toka dhe bën bim, me të cilën ushqehen njerëzit dhe kafshët. E kur toka vishet dhe zbukurohet, dhe kur banorët e saj mendojnë se janë zotërues të saj për ta vjelur, për ta korrur, ju vjen urdhri ynë natën ose ditën dhe ne e bëjmë atë si të ishte e korrur. Thuajse nuk ishte lulëzuar të djeshme. Kështu ne u shpjegojmë shpalljet tona njerëzve që mendojnë. Pra ashtu si shiu që bie dhe jep tokës gjallëri, bukuri dhe shumëllojshmëri, edhe dynjaja shkëlqen, lulëzon dhe i tërheq njerëzit me pamjen e saj, por kjo gjallëri është e përkohshme. Ajeti na kujton se çdo zbukurim i dynjas, pasuria, pozitat, kënaqësitë, kanë një jetë të shkurtër dhe kalimtare. Kur toka lulëzon, njerëzit mendojnë e kemi në kontroll. Dhe është e jona, do të përfitojmë prej saj si të duam. Po kështu njeriu, kur arrin sukses, pasuri apo fuqi, mendon se çdo gjë është në dorën e tij. Ajeti paralajmëron se kjo është një ndjenjë mashtruese. Dynjaja është e bukur, të josh, por është e përkohshme dhe kalimtare. Prandaj, njeriu nuk duhet i dorëzohet mashtrimit të saj, por të jetojë me vetdije se qëndrueshmëria e vërtet është tek Allahu dhe te bota e përtejme, te ahireti. Kurani na thot se nuk është e gabuar të lutemi për të mirat e kësaj dynjaje dhe të mirat e ahiretit. Kurani lejon dhe nxit të lutesh dhe t'i kërkosh Allahut mirësi në dynja dhe në ahiret, por me vetdije se dynjaja pra është kalimtare. Njëra prej këtyre lutjeve është në surën Bakare në ajetin 201, i cili thot: Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zoti ynë, na jep të mira në dynja dhe të mira në ahiret dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Të dashur vëllezër dhe motra, nga ato që tham, na bëhet e qartë se Kurani i Shenjtë na mëson se dynjaja është kalimtare, e përkohshme dhe shumicën e rasteve mashtruese. Jeta e dynjas është një mundësi dhe sprovë për besimin dhe për t'u përgatitur për botën tjetër. Kjo dynja është pra kënaqësi e përkohshme. Ajo nuk është qëllimi kryesor. Ajo nuk vlen as sa krahu i mizës dhe nuk krahasohet me ahiretin, me jetën tjetër. Është e pranueshme pra të kërkojmë mirësi në këtë dynja, por të mos e bëjmë dynjan qëllimin kryesor. Vlera reale është në jetën tjetër në ahiret. Mos të kapemi te pasuria, pozita, reputacioni dhe kënaqësitë e përkohshme. Meqense dynjaja është e tillë, atëherë përse të mbajmë mëri me njëri tjetrin? Përse të kemi zili njëri tjetrin? Përse të mos jemi paqësor, të dashur, fjalë bukur, fjalë ëmbël, solidarizues, vëllezër e motra, bashkëpunues dhe respektues?
besimtari I mençur e përdor dynjan si urë drejt ahiretit, botës tjetër, e cila pra është jeta e vërtet. E lusë Allahun që të na bëjë për njerëzve të vëmendshëm në këtë jetë, të devotshëm dhe për atyre që furnizohen për jetën e përtejme për ahiretin. Allahu ju ruaj ju dhe familjet tuaja kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.